Të nderuar qytetarë të Shkodrës, të nderuar demokratë. Sot në orën 19:00 në Pallatin e Sportit Qezim Dervishi, lideri i Partisë Demokratike dhe i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, profesor Dr. Sali Berisha, vjen në Shkodër për të prezantuar kandidat dhe ofertën e kësaj aleance për një Shqipëri madhështore. Nuk mund të kesh Shqipëri madhështore pa një Shkodër madhështore, dhe Shkodra nuk mund të jetë e tillë ku rrugët i përshatisin çdo ditë, klasat e shkollave i mbyllen çdo ditë dhe krimi, bandat dhe korrupsioni dominojnë këtë qytet. Partia Demokratike fton qytetarët e saj të fillojmë nga Shkodra rrugën për të ndërtuar Shqipërinë madhështore. Të ndërtojmë Shkodrën madhështore duke i kthyer këtij qytetit dinjitetin, sigurinë dhe identitetin. Ndërtojmë bashkë Shkodrën e traditave, arsimit dhe kulturës, ku qytetarët e saj nuk vinë vetëm për turizëm në këtë qytet, por kthehen dhe vinë për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Takona sot në Pallatin e Sportit në orën 19:00 të nisim nga Shkodra ndërtimin e një Shqipërie madhështore.